Partisë Demokratike Sali Berisha e shfrytëzoi fjalën e tij në samitin e IDU-s në Bruksel për të bërë një denoncim të fortë ndaj qeverisë shqiptare, duke e cilësuar procesin zgjedhor të fundit si një farsë të organizuar në bashkëpunim me krimin e organizuar. Në një deklaratë drejt për drejt, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për transformimin e shtetit në një makineri elektorale, ku sipas tij u përdoren fondët publike dhe presioni administrativ për të manipuluar votën. Në zyrën e kryeministrit ndodhet një person që koordinon aktivitetin e organizatave kriminale shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Në këtë zgjedhje, këta individ kishin për detyrë të sillnin në parlament 28 deputet përmes pagesave dhe terrorit. Berisha shtoi se 3 drejtuesit e partive kryesore opozitare janë vendosur në akuzë, ndërsa deputetët janë arrestuar si pjesë e një lufte politike për të neutralizuar opozitën. Ai denoncoi gjithashtu një fenomen që e quajti alarmant, lidhjen e politikës me krimin, duke theksuar se njerëzit më të votuar sot janë kandidatë anonim të bandave. Shqipëria është kthyer në një vegël të